Përshëndetje miq, sot do të flasim për një shpikje që ka ndryshuar botën, ora. Do t'ju tregoj një histori shumë interesante kur për herë të parë një musliman i dërgoi një orë mbretit francez dhe ai u tremb. Fillimisht njerëzit matin kohën me diellin. Egjiptianët krijuan orën diellore rreth 3500 vjet para erës sonë. Pastaj erdhën klepsidrat ose orët me ujë, por tani po vim te pjesa më epike. Në shekullin e 8, halifi musliman Harun el-Rashid, një nga udhëhecit më të fuqishëm të botës islame, i dërgoi një dhuratë mbretit francez Karlit të Madh, dhe jo një dhuratë të zakonshme, por një orë mekanike automatike, shumë përpara kohës së saj. Kur ora mbërriti në pallatin mbretëror në Francë, askush nuk kishte parë ndonjëherë diçka të tillë. Ajo binte çdo orë, lëshonte zëra mekanik, kishte figura që lëvizin vetë, dhe mbreti nuk e pranoi menjëherë. Ai u tremb, sepse mendoi se ora kishte ndonjë fuqi magjike apo ndonjë hipnoz që do të ndikonte mendërisht, sepse për kohën dhe për dijen që kishte Evropa në atë epokë, kjo pajisje ishte thjesht e pabesueshme. Vetëm pasi dietarët e tij e shqyrtuan dhe kuptuan se ishte një mekanizëm shkencor, mbreti u qetësua dhe e pranoi dhuratën. Kjo tregon sa përpara ishte qytetërimi islam në atë kohë, në fushën e teknologjisë, shkencës dhe dijes, në një periudhë kur Evropa ishte ende në errësirën e mesjetës. Sot, falë këtyre hapave të parë, kemi ora super të avancuara, nga smartwatch deri te orët atomike, që janë aq të sakta sa gabojnë vetëm një sekond në miliona vite. Nëse të pëlqeu kjo histori, lëre një like, abonohu dhe shpërndaje me ata që duan të mësojnë më shumë rreth historisë. Faleminderit që më dëgjuat, shihemi në videon tjetër.